Mos lejo gjithkund të përzihet në jetën tënde. Sot, sa njerëz i njohim që e kanë adet me i fut hundët në jetën e tjetrit. E kjo dukuri më shumë të ngjall stres, nervozizëm, përkundër paraqitjes së tyre balski, kënse po na këshillojnë për një veprim me ba apo mos me ba. Smira ndaj tjetrit pse nuk është si ty, inati nga mos mundësia e arritjes sikur tjetri, urrejtja pa pikë arsye ndaj tjetrit, njerëzit i ka transformuar në insekte si puna e mickojës, që ta teshin vende pa vend. Shpesh, dallimi i niveleve ka bërë që mos të përshtaten njerëzit, fakt që dikuj s'të pëlqen pse nuk je si ai apo pse nuk bën si ai. Prandaj, mos jepni hapësirë atyre njerëzve që e kanë harruar veten e merren me ju. Mos jepni hapësirë atyre njerëzve që jetën e kanë zi e të folin për dritën. Mos jepni hapësirë atyre njerëzve që para teje marrin në përgojë tjetrin, pasi edhe për ty një ditë do të flasin.